A keni strategji për kuvend, se na e kena bu një tonën? Sot kanë bajt një konsult, me sa jam ndjeni, në tregoj timja, shpesoj që ta votojmë, pra, parlamentari, në është me rëndësi. Neve që kemi dhonë disa opcione, po s'ka me ende informat se a do të ketë në një ndryshim. Kemë thonë që në rrashe do t'jetë një kandidat unifikues e japim votën. Ma shumë s'ka... Saranda Bugojevci pak ma herët ka këto dhe tha është propozuar ne jam, po pa më pyet mu, pa bisedu me mu. Pse do një jo Saranda Bugojevci? Jo, s'është propozim, na kemi, si qëni ne, ajo ka qenë në këtare, edhe kem pa në urheqet shansa, ka qenë korrekt, kam bajt një qëndrëm shumë pasën të respektushëm. Për një do t'ishte problem me votu atë, po edhe Shqipja Selimi, pak që ku se dene edhe Dauti, edhe Lahia, edhe plot kanë miqësi me Regjen, Kalinda ashtu të në diskutim gati rashisht, ne kemi propozu këta dy emra si ndihmesh. Pra nuk janë propozimi yni realisht, po si mundësi i kemi dhanë. E dim që dhe e bën propozimin, nëse i kanë votat, nuk ka problem, këndo që e votojnë. Kryetari parlamentit nuk është çështje politike dhe nuk ishte dashur me bllokue konstituimi i kuvendit. A ka pasur ndonjë ftesë për lëvizje në vendosje për juve si kryetari AK-s për të biseduar apo për të gjetur një zgjidhje gjatë këtyre 48 orëve? Po jo, kishte sot, po këtu është edhe menaxhimi i keq për shembull nga VV-ja. Ata e kanë shtyr seancën, s'kan ndërmarrë asgjë. Vetëm tash një gjysore para seancës, kryesuesi zoti Dehari i ka ftuar kryetarët e partive, në këtë rast kanë shku timja dhe përfaqësuesit e partive, po nuk është një çështje serioze ndaj kësaj teme. Pra, VV duke ditë që si ka votat, ka mujt para se me dhënë një propozim, me u konsultu me partit, jo me dhënë kandidati, me dhënë tani na votoni se s'keni çare. A është duke badje pjesë e grupit juaj parlamentare dhe përfundimisht ai keni ndarë rrugë me Limajn, pasi e kemi pasur një intervistë me Telma Goxha. Tash shfrytëzoj këta përgjigjen e Bekës që ka thonë çështja e dytë është e parvjeçit, e kem dhënë shpjegime shumë, po fitoj më kthyn te. Duda është e mirë që nuk kemi një marrëveshje, unë i kam ftuar gjithë deputet pa grup parlamentar të na bashkohen. Për zotin Limaj keni fol dje me Telma pak ma ndryshe se që keni fol këto. Ju thashë e parvjeçit ma e kom kry. A ka zhvillime të reja? Se mënet më ka një zhvillime i pardjeshit, po që keni fol sot ose... Jo, s'ka diçka të reja.